Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. E falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala I cili na ka bërë musliman. Dërgojmë salavate për mi profetin ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij fisnike, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët ndjekon dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Tema që është para pa nga vëllezërit që kanë organizuar këtë aktivitet lidhet me çështjen e korrektësisë, të qenunit korrekt me kohën e tjetrit. Të qenunit korrekt me kohën e tjetrit. Në kulturën, jo në fen. Hoxha e bani dallimin, duhet me bë dallim mes kulturës të muslimanëve dhe fesë të muslimanëve. Fen që ka zbriti Malli Zot subhanahu wa taala, edhe kultura ndoshta e jon jo korrekte. Në kulturën e vendeve arabe është një farë gjendet një farë neglizhimit, nuk ka një farë korrekteset, nuk respektohet koha ashtu siç duhet. Ka një lloj neglizhenset në vlerësimin e tjetrit kur jep fjalën se dona mu taku ose dona me e kry një filan punë bashk. Normalisht është një cilësi negative, është një veti negative që nuk duhet me kenë e tillë. Korrektësia në kohë është një borxh dhe është një obligim para Allahut subhanahu wa taala edhe para individit, para vetvetes edhe para personit që don me kry një punë me të. Hoxhallat kur e kanë definu ose kur e kanë përcaktuar çështjen e korrektësisë në kohë, e kanë përcaktuar si një normë mirësjellje, një normë e mirësjelljes e cila shfaq dhe reflekton edhe respekt, edhe edukat, edhe përgjegjësi, edhe vlerësim ndaj tjetrit. Pra në momentin që nuk je korrekt me kohën e tjetrit, ti e ke nënçmuar atë. Nuk e ke vlerësuar atë. Nuk i ke dhënë atij rëndësinë që e meriton. Edhe pse ai ty të ka dhënë gjanë më të shtrenjtë që posedon. Ty të ka dhënë kohën. Dhe një këtë kohë që ta ka dhënë, nuk mundesh me ja kompensu. Me i dhënë pare, ndoshta sot s'kam mundësi me t'i kthy, pa nesër t'i kthej. Nëse ta kam hub një diçka materiale, ndoshta për momentin s'kam mundësi me ta kompensu, ama nesër ta kompensoj. Kurse nëse të kam fal kohën dhe ti i tregu neglizhent ndaj kësaj kohe, gjithë jetën tënde s'mundesh me ma kthy. Prandaj, hoxhallarët kanë thënë që korrektësia në kohë është normë e mirësjelljes që reflekton respektin, që reflekton vlerësimin, që reflekton përgjegjshmërinë ndaj tjetrit. Gjithashtu, nëse e kthejmë në aktualitetin edhe në realitetin që na jetojmë, sot ato ritmet e jetës të shpejta, sa në familje, sa në punë, sa në biznes, sa në shkollë, ndoshta e lypin me kënë korrekt me kohën për mirë funksionimin qoftë të jetës profesionale, qoftë të jetës personale. I shërben mirë funksionimit të kohës tonë ose të aktiviteteve tona. Si mendoni se shprehet korrektësia në kohë? Një mënyrë e të shprehurit në kohë është me respektu orarin. Nëse kena lënë takim që ligjërata ka me fillu në orën 11:30, mirë po ka fillu 12:05, është mungesë korrektësie apo jo? Po thojmë kushte normale, s'po thojmë për sot se sot jam duke folon, kështu që kollaj. Një mënyrë e të shprehurit të korrektësisë është me respektu orarin. Një mënyrë tjetër e të shprehurit të korrektësisë, planifikimi I punëve, planifikimi I aktiviteteve, mirë planifikimi I çështjeve të ditës na ndihmon ne ose është një mënyrë se si ne mund ta shprehim korrektësinë në kohë. Një mënyrë tjetër e të shprehurit të korrektësisë në kohë është, do të kisha thënë, është edhe me kërku falje. Nëse për një arsye konkrete nuk kam arrit me e respektu kohën, prej korrektesës është me telefonu ose me lajmëru, me para informu se për këtë arsye nuk kam mundësi me ardhë. Edhe kjo është pjesë e korrektesës.
mos me përsërit më. Normalisht se nëse bëhet po inshallah hajde të hanen, hajde nesër, edhe shtyhet javë, aja pastaj është gabim. Një mënyrë e shprehërit të korrektesës është edhe përgatitja. Nëse është organizu një aktivitet, edhe kena thirrë një profesor, kena thirrë një hoxh, e kena thirrë një vëlla me majt një ligjërat, edhe ky vëllai nuk është përgatit për këtë ligjërat që është caktuar dhe nuk është tregu korrekt me kohën e aty në vëllezërve që kanë ardhur me e dëgju. Pra ata minuta që vëllezërit ja kanë fal këtij hoxhës ose këtij vëllaut dhe ja kanë hap mendjen edhe kokën urdhëro vëlla, na e mush me informacionin e dubishëm, mirë po ti nuk je përgatit. Kjo është mungesë korrektësie për ata që ke përballë. Kjo është mungesë korrektësie për ata që ke përballë. Edhe ndoshta ndodh shpesh në ditët e xumë, jo vetëm në ditët e xumë, por edhe nëpër ligjërata jashtë ditës së xumë, ku një orë para xumës i bën telefonit kolegu hoxha, për çfarë do flasësh sot ti se unë nuk di se çfarë më fol se jam pak i habitur. Një orë para xumës don me marr të hutbën e xumës ose temën edhe pastaj me majt një ligjërat. Është edhe shumë gabim pastaj kur e nëvlerëson hatë se xhamatlit pleq janë, s'marrin vesh, çfarë do që të flasësh është e tolerueshme dhe është e kalueshme. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam duhet ta keni dëgjuar hadithin e atij zotni sallallahu alaihi wasallam kur tregon se melaiket e Allahut qëndrojnë në derën e xhamis ditën e xumë dhe i regjistrojnë ata që vinë herët. Ata që vinë herët e kanë se vapin sikur me prej kurban, një deve, një bakti të trash, një bakti të njom, një pul ose i gjel, pastaj sigur me dhanë sadaka një vezë, dhe në momentin që hyp hoxha në hutbe, tregon pejgamberi, melaiket e Allahut i palosin, i mbyllin ato defteret e regjistrimit, thot pejgamberi, yajlisuna yastami'una dhikra, edhe melaiket ulen për me dëgju hutben dhe përkujtimin e imamve. Pra nëse imami dhe hoxha është aq nënvletësues i xhamatit se s'pa kuptojnë gjatë këta, po melaiket e Allahut që janë ul aty, a nuk kuptojnë gjatë? A nuk e kuptojnë melaiket se ti ki dal hutbe i papërgatitur dhe po nënvletëson kohën e këtyre xhamatlive që kanë ardhur me të dëgjuti. Pra, përgatitja për një takim, përgatitja për një mbledhje, përgatitja për një ligjërim është pjesë e shprehjes së respektit ose pjesë e korrektesës në kohë. Një mënyrë tjetër se si mund ta shprehim në kohën, çështja e fundit, është mos zgjatja. Nëse folsi e ka të caktuar, nëse ligjëruesi e ka të caktuar me e majt një ligjërat 20 minuta, me majt 35 minuta, 40 minuta, është mos korrektesë. Por edhe nëse folsit ja është dhënë e drejta, me majt një përshëndetje 5 minuta dhe i majt përshëndetje 20 minuta, përsëri është një lloj është mungesë korrektese në kohë. Një pyetje tjetër që kërkoj përsëri ndihmësin tuaj ose bashkëbisedimin tuaj. Pse është e rëndësishme me kënë korrekt me kohën? Pse është e rëndësishme me kënë korrekt me kohën e tjetrit? Si mendoni? Sa është hak? Tjetër? A që është i besimit? Sa është element? Është element i pa rigurueshëm, këtë e thome. Po, tjetër? Por, nuk mund t'ja kthesh, këtë e diskutume. Po, lumë. Po ti ki marrë një vlerë. Tjetër, motër? Sa dikush nga motrat një fjalë lutem? Tamam, pra e hup mundësin në është ta. Tjetër, nëse e lidhim këtë rëndësi me çështjen e ose me nëse bën një lidhje me çështjen e
hipokrizisë dhe munafiqllëkut. Profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë se cilësia e munafikut është se kur flet rren, kur premton nuk e mban premtimin. Pra nëse unë t'jap fjalën që do të takohemi në filan orar dhe të rrej dhe nuk tregohem korrekt me këtë takim, unë automatikisht kam fitu një cilësi, një veti të munafikut, që është veti e qortume, që nuk i ka hije besimtarit musliman. Koha është amanet. Koha është amanet. Përsëri cilësi e munafikut është mos me erujt amanetin. Dhe cilësi e besimtarit është me erujt amanetin. Nuk e di nëse e keni dëgju ose nëse e keni lexu takimin e Herakliut me Ebu Sufjanin. Herakliu mbreti bizantin e pyet Ebu Sufjanin: ai personi që ka dalë në Mekke dhe në Medine, se pretendon se është pejgamber Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, prej çfarë familje të është, kush e pason atë, njerëzit e pasur apo njerëzit e thjesht, i bën disa pyetje. Mes pyetjeve i thot: me çfarë ju urdhron? Çfarë urdhron Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Ebu Sufjani thot: Muhamedi urdhron me fal namaz, me sinqeritet në fjalë, me ndershmëri, me erujt amanetin, dhe me e përmbush fjalën ose me e përmbush premtimin. Pra cilësi themelore e thirrjes profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam është me e respektu amanetin, ose është me respektu, nëse e bëjmë në lidhje me kontekstin ton, me respektu orarin ose kohën e tjetrit, me kënë korrekt me tjetrin. Vetë fakti se i madhi Zot subhanahu wa taala në Kur'anin famlar e ka vërtetu çështjen e kohës së namazit. Namazi është obligim në një kohë të caktuar. Edhe unë jam korrekt ose mundohem si besimtar me kënë korrekt me namazin. Po me kohën e punës, a nuk duhet me kënë korrekt? Po me kohën e shkollës, a nuk duhet me kënë korrekt? Po me kohën e vllaz musliman, a nuk duhet me kënë korrekt? Ndoshta unë po tregohem korrekt për një çështje, nëse mund ta quaj fizike, për një çështje elementare, dhe nuk tregohem korrekt për një çështje të rëndësishme, themelore, që ka të bëjë me marrëvajtjen e punëve të kësaj dynjaje. Pra, duhet me respektu kohën e tjetrit për shumë arsye, por një prej arsyeve është edhe me pështu nga cilësia e të kanunit munafik. Pyetja e tretë. Përsëri kërkoj ndihmën tuaj. Si ta kultivojmë virtytin e korrektësisë në mesin tonë, në vetvetet tona, tek njerëzit tonë. Formimi i modeleve ose prezantimi i modeleve është shumë e rëndësishme në rrënjosjen e shumë virtyteve, sidomos tek fëmijët. Fëmia nuk vepron çfarë dëgjon, sa vepron çfarë shikon. Fëmia nuk edukohet vetëm me të dëgjuar, por edukohet nëpërmjet shikimit. E shikon prindin duke fal namaz, në mënyrë të natyrshme automatikisht e kërkon edhe ai me fal namazin. E shikon prindin duke e urry ose duke mos e konsumu duhanin, edhe i fëmijë ndoshta nuk ka gjasa që mos me e marr vesin e duhanit. E shikon prindin duke qenë korrekt në kohë, në punë, në familje, edhe i fëmijë e fiton këtë cilësi. Kurse nëse fëmia e shikon prindin e vet se çdo ditë e çon në shkollë në 8-5 minuta. Nëse në shkollë duhet me kenë, nëse mësimi fillon 8, por baba ose nana, prindi e çon fëmin 8-5 minuta, ditë për ditë, ai fëmia automatikisht ka për ta marrë ves mungesën e korrektësisë. Pra, çështja e modelit është shumë e rëndësishme në ngulitjen dhe kultivimin e virtyteve të larta. Allahu shpërblet. Një alternativë tjetër ose një teknik tjetër për me kultivu korrektësinë, si mendoni se është? Korrektësia me vetveten. Pra nëse tregohesh korrekt me kohën tënde, supozohet se automatikisht ke për të tregu korrekt edhe për kohën e tjetrit. Kurse nëse neglizhon kohën tënde,
nëse nuk ja din vlerën kohës tënde, automatikisht do ta neglizhosh edhe kohën e tjetër. Një teknik tjetër ose një mënyrë tjetër për me kultivu këtë virtyt, korrektësinë. Po. Të lutem, se nuk dëgjoj fal. Shmangja e detajeve të parëndësishme. Pra ndoshta mund ta lidhim me atë planifikimin ose mund ta lidhim me atë renditjen e çështjeve të rëndësishme. Prej më rëndësishmja tek më pak e rëndësishmja. Nëse besimtari musliman, nëse muslimani në përditshmërinë e tij i vën në pikë të parë çështjet e rëndësishme dhe mundohet me i realizu dhe me i zbatu, normalisht ka për të tregu, ka shumë gjasa që të treguhet korrekt me kohën e tij. Është një element ndoshta që na ndihmon ne me arrit vetëdijsimin, me i vetëdijsu njerëzit për vlerën e kohës. Pra një ky seminar ose një ky takim që është bërë në këtë kamping, është një teknik, është një mundësi që vëllezërit, motrat, ata që dëgjojnë dhe ata që flasin, me u vetëdijsu ose me përcjell mesazhin e të kanonit korrekt në kohë. Rritja e vetëdijsimit, përmendja e argumentimeve nga Kurani famlart, ose nga profeti jon Muhammed, ose nga sahabët e pejgamberit, ose nga gjeneratët e para të muslimanëve, ose nga modelet e muslimanëve, se na zakonisht ndoshta marrim modelin e gjermanët janë të përpikt. Po pse muslimanët as duhet me kënë të përpikt? Filan personalitet në botën perëndimore, kancelarja e Gjermanisë ka qenë shumë korrekte, saqë një herë për herëve kur ka ardhur Putini në një takim me të, është vënuar diçka çka. Edhe ne duhet me e shfrytzu korrektesen e perëndimit fizike, materialiste, me e shfrytzu në shërbim dhe në të mirë të vlerave tona. Dhe jo me i shkel, po thomone, vlerat tona, me pa korrektësinë tonë, qoftë edhe fizika. Pra, çështja është që me të vërtetë se medaljen e orës, ndoshta e kemi egzageru në matjen e kohës, por edhe realiteti i muslimanëve sot e kanë egzageru me neglizhimin e kohës. Ti pa përmend këtë model, po për jetës pejgamberit ton Muhammed, a nuk ke shembuj të shumtë ose nga jeta e dietarëve të muslimanëve, a nuk ke shembuj të shumtë se si kanë qenë ata korrekt në kohë, se si e kanë respektuar ata dhe e kanë vlerësuar ata dhe kohën e tjetrit. Pra vetëdijsimi i tjerëve për çështjen e kohës. Profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam e përmendi di hoxha, Allahu arut, e përmendi hadithin e pejgamberit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam se ditën e gjykimit çdo person do të pyetet për jetën e tij, për rininë e tij, për pasuninë e tij ku e ka fituar dhe si e ka shpenzuar dhe dituninë e tij çka ka punuar me të. Çfarë të tërheq vëmendjen nga ky hadith i pejgamberit? Të tërheq vëmendjen çështja e pasunisë. Çështja e pasunisë ke dy pyetje. Si e ke fitu, si e ke shpenzu. Dhe çështja e kohës përsëri dy pyetje. Çështjen e jetën tënde ku e ke kalu, edhe rinin tënde. Hoxha dia tha, rinia është pjesë e jetës. Rinia është pjesë e jetës. Por profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam e ka specifiku. Pse e ka specifiku? Për me tregu vlerë, për me tregu rëndësi, për me i kushtu vëmendje më të madhe çështjes së rinisë. Sepse në kohën e rinisë mendon se hatë se kam kohë, hatë se jam hala i ri, hatë se do ta arrij. Mirë po koha ik shpejt, si e shpata dhe nuk mund ta arrish. Dhe këtë metodologji të shprehurit, ku i madhi Zot ose pejgamberi ka përmend një gjë të përgjithshme, pastaj e ka specifiku diçka të veçantë për kësaj çështje së përgjithshme, është një metodologji e njoftën në Kur'anin famlar. Allahu azza wa jalla në Kur'anin famlar çfarë ka thënë? Hafidhu ala salawati, runi namazet. Was salatil wusta, sidomos atë namazin e mesëm. Po të kishte mjaftu Allahu runi namazet e kishte përfshirë namazin e mesëm. Por e ka specifiku ruajtjen e namazit të mesëm nga mesi i gjithë namazeve tjera. Për me tregu rëndësi dhe vlerë. Shembull tjetër. Profetin ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam kur e kanë pyet, cila është ajo çështje që më së shumë ti na shtin në xhennet? Ka thënë zotni, taqwa wallahi wa husnul khuluq. Devocioni dhe morali mirë.
Po pse morali i mirë, asa është pjesë e devocionit? I 100% po. Nuk mund të mendohet një njeri i devotshëm, por i pamoralshëm. S'ka shanca. Ai që është i devotshëm automatikisht është edhe i moralshëm. Po pse ka specifiku pejgamberi mas devocionit moralin? Për me tregu se ai ka rranja, themeli, zemra e devocionit është tek morali i mirë. Shembull tjetër, kur Allahu Azza wa Jall tregon për zbritjen e melaikeve natën e Kadrit, tanazzalul malaikatu war-ruhu, zbresin melaiket edhe Xhibraili. Po pse mo Xhibraili as është prej melaikeve? Xhibraili prej melaikeve është, por Allahu Azza wa Jall e ka specifiku për tregu rëndësinë peshen. Edhe tek hadithi i jon që ishim. Njeriu ka për të pyet për jetën, edhe për rinin, edhe pse rinia është pjesë e jetës. Profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka dashur me tregu vlerën, rëndësinë e kohës së rinis, që mos me e neglizhu. Allah ju shpërbleft, Zoti ju nderoft. Allahu ju shtoft mirat dhe begatit në dynjë dhe në ahiret. Ju jena mirënjohës për ftesën, ju jena mirënjohës për çdo organizim.